Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar sot për herë të parë raportin ku pasqyrohen të dhënat për indeksin e çmimeve të pronave banesore në Kosovë, duke mbuluar periudhën nga tremujori i parë të vitit 2018 deri në tremujorin e dytë të vitit 2025. Avni Kastrati, drejtor ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është shprehur se ky raport është një rëndësie të veçantë, sepse ky raport do të ndihmojë si politikë bërësit ashtu edhe institucionet shtetërore e private. Për herë parë, Agjencia e Statistikës së Kosovës prodhon edhe qëtë një raport të rëndësishëm, jo vetëm për vendin tonë, po edhe për institucionet ndërkombëtare, sepse ky indeks është kërkuar nga institucionet ndërkombëtare, duke filluar nga Fondi Monetar, po Bashkimi Evropian. Është një rëndësie të veçantë sepse për herë të parë në Kosovë matet indeksi i çmimeve të pronave banesore në Kosovë, i cili do të ndihmon sidomos politikë bërësit, po edhe institucionet private, jo vetëm ata shtetërore. Ky indeks është në bashkëpunim të ngushtë me ekspertizën e Bankës Qendrore, që na kanë ofruar edhe dana, po një kontribut çmum në ofrimin e dana ka dhënë Agjencia Katastrale e Kosovës, që e falenderojmë, sepse pa të dana ne nuk kishim mujtë me pas këtë indeks. Po ashtu Ministria e Financave, na kanë mbështetur gjatë gjithë kohës, po një rëndësi shumë të veçantë është ekspertiza e Fondit Monetar, sepse ky indeks është në harmoni me protokollin me rregullat e Fondit Monetar. Drejtori i Departamentit të Statistikave Ekonomike në ASK, Ilir Berisha, ka thënë se ky indeks ka qenë kërkesë e qeverisë në vitin 2023. Ky indeks ka qenë kërkesë e qeverisë në vitin 2023 në bazë të një marrëveshjes me Fondin Monetar, e cila ka qenë pikë veçantë në këtë marrëveshje, jo për kushteve plotësohet, ka qenë edhe publikimi i këtij indeksit. Fatmirësisht kemi pas një bashkëpunim ndërinstitucional me Bankën Qendrore, me Ministrinë e Financave, me Agjencionin Katastral dhe janë krijuar më njëherë grupet punuese. Në njëjtën kohë kemi pas edhe asistencën teknike ekspertin nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili në kohë gjatë ka bërë vlerësimin e burimeve të mundshme të dhënave. Pastaj, siç e dini, në vitin 2024 kemi pas pak një ngjese për shkak të prioritetit tonë për regjistrimin e popullsisë. Dhe më njëherë kemi vazhduar me formimin e grupit punës për këtë indeks. Ndërkaq Gozim Ahmeti, zyrtari i statistikave të çmimeve, ka prezantuar indeksin e çmimeve, duke bërë të ditur se në nivel vendi çmimet e pronave banesore në tremujorin e dytë të vitit 2025, krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2024, kanë pasur rritje prej 4.2%. Në nivelin vendi, çmimet e pronave banesore në tremujorin e dytë të vitit 2025, krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2024, ka pasur rritje prej 4.2%. Kurse tek regioni i Prishtinës shënoi një rritje prej 6.5%, ndërsa për rajonet e tjera të vendit ka pas një ngritje prej 0.7%. Ndryshimet mesatare vjetore në përqindje për tregun e pronave të banimit në Kosovë tregojnë se rritja më e lartë në periudhën e vëshkuar ka ndodhur në vitin 2022, 4.5%, e ndjekur nga viti 2024, 4.0% dhe nga viti 2023, 3.7%, duke reflektuar zgjerimin e qëndrueshëm të tregut dhe kërkesën e madhe.